qoftë kudo tjetër që të mos e mbajnë në shtëpi. Ta nisin sepse në 11 maj kanë mundësinë të jenë pjesë e këtij takimi të madh me historinë tonë evropiane. Dhe dje kur po shkoja për në Fierë, dhe Fierë më qëra fjala ishte flak, kryeqyteti socialistëve ishte flak, mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për t'u hapur. Pra, kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për t'u hapur, dhe kam besim dhe shpresoj dhe uroj që me fuqinë e re të 11 majit do të hapim dhe ato 11 të tjera në tryezën e negociatave brenda këtij viti. Kështu që ky do të ishte një rekord evropian, sepse asnjë vend nuk i ka hapur të gjithë kapitujt në një vit, dhe asnjë vend nuk i ka mbyllur negociatat në 3 vjet. Ne kemi nisur vjet, kemi 2027 si afat, edhe fati evropian është në duart tona. Duhet të bëjmë tonën patjetër. Apo jo? Që dritan, rrofsh je i madh. Je shumë i madh. Ora me thot Nreka, ja tash, hyri Nreka në lojë. Na u gjete me këtë pasportën evropiane, unë e di që bollë kemi nga Shqipëria, thash se po ban për emigrantat që këtej në Shqipëri, jo të kundërta, po pasaporta nuk është për të ikë më në Nrek. Pasaporta është për të ngul këtu në vendin që na ka caktuar Zoti në mes të Europës, Den Babaden, një nga popujt më të vjetër të Europës, jo vetëm me zakon, por edhe me ligj. Jo vetëm me një kartë identiteti që thot Nrek për palaj shqiptar në Shqipëri, por me një pasaport që thot Nrek për palaj evropian në Europë. Shqipërinë brenda Europës, ama jo evropian në Europë andej, se ti Nrek mund të kujtosh se je evropian në Europë, gabimisht, po je i huaj në Europë akoma, për sa kohë nuk kemi atë pasaport. Në kupton, evropian me zakon po, ja themi njëri tjetrit ne.